Samanice është rruga që të çon në Kunevajin, në mes të pyllit midis detit dhe lagunës. Do ja tregoj të gjithë rrugën që nga momenti kur hyn në parkun kombëtar të Kunevajinës dhe derisa mbërrin në pjesën e lokaleve. Kjo është rruga, është nga vendet më të bukura që ka Shqipëria në mënyrë absolute, është padyshim Manice. Shiheni pak me makinë se çfarë pamje që ka rruga. Rruga që të çon në Kunevajin është një nga rrugët padyshim më të bukura që ka Shqipëria. Kur je në afërsitë qytetit Lezhës, duhet marrësh drejtimin për në ishull Lezhë, kalon hotelin e Gjuetis, rreth 1 kilometër, ndahen 2 rrugë, në të djathtë dhe në të majtë, duhet marrë rruga në të majtë, ku duhet paguhet taksa për të hyrë, pra po themi bileta për të hyrë në parkun kombëtar të Kunevajin. Parku kombëtar i Kunevajin është nga parqet kombëtar më të vjetër në Shqipëri, në fakt është shpallur si rezervat gjuetie nga italianët në vitin 1940, që ndërtuan aty dhe një nga hotelet më të mirë dhe më të bukur që kishte Shqipëria, hotelin e Gjuetis, i cili mbas shkatrimit vitit 1997 është është rinovuar dhe është rihapur, por padyshim nuk e ka të gjithë mobilimin e dikurshëm të hotelit. Conticciano, dhëndri i Mussolinit, ka pas qenë i pranishëm shpesh herë në këtë zonë për Gjueti, ndërsa në vitet e komunizmit disa nga drejtuesit e lartë komunist vinin për Gjueti po ashtu në zonën e Kunevajinës. Hoteli Gjuetis në zonën e Lezhës, pra në zonën e ishull Lezhës, ishte një nga 2 hotelet më të mirë që Shqipëria kishte në vitet e komunizmit. Kunevajin është interesant, kun është njëra pjesë e lagunës. Vajin është një emër i sajuar, nga vitet e komunizmit, që do të thotë vëzhgim, aviacion, informacion, ndërlidhje. Pra Vajin janë 4 gërmët e para të një reparti ushtarak të ngritur në zonën e Kunes, e cila ishte një zonë ekskluzive dhe krejtësisht e ndaluar për banorët vendas për të hyrë aty, sepse ishte zonë ushtarake, dhe ku ishte një nga repartet më të famshme të kontrollit të aviacionit dhe të kontrollit të bregdetit. Rruga është Manice, shiheni se si qerbron mes lagunës, nga 2 anët është laguna, përballë është pylli dhe deti, shumë afër Lezhës, sidomos me ndërtimin e rrugës së re. I kam dhënë videos pak më tepër shpejtësi për të dukur më bukur, edhe me efektet e 360 gradëshit. Është një nga zonat e cila është rivitalizuar në 30 vitet e fundit, por ka qenë shumë e vështirë për të mbritur sepse rruga ishte e prishur. Tashmë rruga është rregulluar duke lënë dhe një korsi për biçikletat në të majtë. Njerëzit janë pasionuar pas natyrës, i gjen vazhdimisht në zonën e Kunevajin për Gjueti apo thjesht për, po i quaj, piknik apo për të lëvizur me biçikleta. Shiheni sa Manice është. Në të 2 anët është laguna, janë famshme flamengot e lagunës së Kunevajinit, të cilat janë zakonisht një periudhë të caktuar të vitit, po janë absolutisht të mrekullueshme. Rrinë më në brendësi, mundohen të mos kenë shumë kontakt me njerëzit. Megjithatë nuk është që zona ka një frekuentim madh, shifeni edhe një peshkatar. Nuk është që zona ka një frekuentim madh, shumica e njerëzve shkojnë për një restorant të quajtur Diella, që është në zonën e plazhit, dhe për 3-4 restorante të tjerë që janë kryesisht buzë detit dhe në krah të lagunës. Laguna po ashtu është e vlefshme për peshkim, përdoret për peshkim dhe në mos gaboj është një lloj koncesioni shtetror peshkime, por nuk e di nëse në këtë zonë eksaktësisht ka apo jo. Është e famshme për peshkun, është e famshme për ngjalat, është e famshme për karkalecët dhe për gaforret blu, të cilat në fakt kanë dalë sfundi dhe nuk e di se pse janë kaq të shumta tashmë në Shqipëri.
Thash dhe njerë, rruga është në 2 krahat, ka pemë, disa vende janë shumë të larta, disa vende shumë të ngjeshura, në vende tjera janë më modeste, ndërsa më pas kur i afrohesh bregu detit hyn në një pyll pishash dhe në një plazh krejtësisht të virgjër, do ta kthej makinën edhe djathtas për të treguar pak plazhin. Në dimër plazhi është krejtësisht i shkretë, në verë ka pak vizitor, nuk llogaritet si plazhet e tjera që janë të mbushur plot. Shihni se sa e bukur bëhet rruga sidomos me efektin e 360 gradëshit. Shihni se si hecet mes pemëve të larta. I detyruar të shkëmbesh me makina të tjera shpeshherë është pak e vështirë. Pra, mjafton këtu për ta kuptuar se sa afër është deti. Këto janë gjitha efekte që bëhen video me Osmo 360-ën. Dhe tani jam duke ju ofruar zonës së plazhit. Këtu djathtas, shkon në plazh, rruga është e pashtruar. Shiheni se sa e bukur është kjo pjesë. Kjo pjesë është fantastike, vetëm se në dimër shpeshherë kthehet në balt, është më e vështirë që të afrohesh. Është e gjithë pjesa e rrugës për në breg të detit. Në fakt, rëra këtu është e zezë, ka përqindje shumë të lartë të jodit, ka disa beach bare modeste, por që gjithsesi ofrojnë shërbime, si duhet kalosh në mes të pemëve, ja ku shfaqet dhe beach bari në pjesën përballë. Këtu plazhi është jashtëzakonisht i bukur dhe shpeshherë gjenden drunj, të cilët dalin gati në formën e skulpturave. Ja dhe afrimi në zonën e plazhit ku ka vetëm pak motoristë. Është po e largoj dhe po afroj për t'i dhënë efektin 360 gradëshit. Shije çfarë ngjyre ka deti. Kjo është zonë shumë e bukur. Shumë e bukur. Tani nuk qëndrohem shumë në plazh, po kthehem, shiheni tani me 360 gradë si duket deti. Ofrohen pak shërbime, por gjithsesi është zonë e pastër, e rregullt, dhe plazhi shumë i bukur. Dhe pastaj duhet rikthehesh prapë në momentin e daljes nga kthesa e plazhit, pra që është pak më tutje, mund të shkosh në disa nga lokalet. Nuk janë shumë lokale, janë disa. Një pjesë janë lokalet njora, një gjë është pjesa më e madhe e tyre ofrojnë peshkun, ngjalat, sidomos ngjalat janë të famshme, karkalecat tjetë dhe byrekun me ros të egër, që është i rrallë, kur ka rosat egra, kur s'ka rosat egra me pul, që e bëjnë me arra dhe me rusht thatë. Shiheni prapë rrugën e kthimit, tani jam shumë afër. Është absolutisht një nga rrugët më të bukura. Nuk është shumë larg Tiranës, ndoshta 1 orë maksimumi nga qyteti Tiranës me rrugën e re. Duhet marrësh deri në mbarim të autostradës në Milot, pastaj vazhdon për Lezhë dhe kthehesh në Shull Lezhë. Këto janë metrat e fundit para se sa të parkojnë një nga lokalet e para të zonës. Kune Vajin, një nga rrugët mahnitse që ka Shqipëria. Mahnitse.